Përshëndetje, unë jam Ade. Dhe sot do të flasim për mosfaljen. Në Ministrinë e Shpëtimit ne hasim këtë çështje. Dhe është një çështje kaq e rëndësishme sa mund të ndaloj shpëtimin të ndodhë. Si mund të ndodhë kjo? Pra, si një ministër i shpëtimit, ne jemi ministrat, jo shëruesit. Jezusi është shëruesi. Dhe për të marrë shërim, dikush duhet të jetë në hirin e Zotit përmes Jezusit për të marrë shërimin dhe shpëtimin. Madje edhe hiri për ta bërë këtë. Si Jezusi është ai që e lejon, jo ministri, kuptoni se Jezusi është i pranishëm dhe ai që punon përmes ministrit për të realizuar shërimin, jo ministri. Merrni parasysh se nëse personi që kërkon shërim po jeton në rebelim ndaj fjalës së Zotit, nuk do të ketë asnjë pjesëmarrje nga Jezusi pa u penduar personi dhe pa pasur dëshirën për të korrigjuar dhe përmirësuar mënyrat e tij ose të saj. Sepse shërimi nuk mund të vijë përmes ndonjë emri tjetër nën Zot përveç atij të Jezusit. Për shembull, kishim një rast të një njeriu që erdhi te ne për shpëtim. Dhe seanca u ndal pasi nuk ndodhi asgjë. Dhe ai vërtet donte shërim. Shpirti i Shenjtë më zbuloi se ai po mbante mosfaljen ndaj babait të tij. Kur e përmenda këtë dhe udhëhoqëm për të liruar këtë mosfalje ndaj babait të tij, hiri i Zotit u derdh brenda. Dhe ai e mori atë dhe seanca mund të vazhdonte dhe ai mori shërimin e tij. Por kjo nuk do të kishte ndodhur nëse ai do të kishte mbajtur këtë mosfalje. Ky njeri nuk dukej se e kuptonte fuqinë e faljes dhe hirit. Dhe ai nuk dukej se e kuptonte as që ishte në mosfalje ndaj babait të tij. Por kishte zemërim dhe një gjykim që çoi në mosfalje. Dhe kur ja shpjeguan atij, ai e kuptoi se ishte një problem dhe duhej të lirohej. Pjesa që shumë njerëz nuk e kuptojnë për këtë çështje të mosfaljes është se ajo ndalon hirin e Zotit të punojë në jetën e një personi. Ky hir është i rëndësishëm për shpëtimin. Dhe nëse nuk ke hir kur vdes, nuk do të lejohesh të hysh në derën e ngushtë të qiellit. Mosfalja do të të dërgojë në përjetësi në një vend të pendesës. Edhe nëse beson se je një besimtar në Jezus Krisht si Zot. Kjo është e vërtetë sepse të dyja janë në konflikt, pasi mosfalja është në konflikt të drejtë për drejtë me Jezusin si Zot. Sepse kjo është mbetëja e botës dhe shpirtit. Këto dy janë në konflikt të drejtë për drejtë dhe nuk mund të ekzistojnë së bashku. Sepse mosfalja është një mëkatkrenarie i botës dhe mishit. Dhe Jezusi është shpirti, dhe këto dy nuk mund të ekzistojnë së bashku, ato janë në opozitë të drejtë për drejtë me njëra tjetrën. Prandaj, çdo person duhet të zgjedhë se cili është Zoti, bota dhe mishi, apo Jezusi në shpirt. Të jesh në mosfalje do të thotë të bësh botën dhe mishin si Zot. Dhe të falësh do të thotë ta bësh Jezusin si Zot. Prandaj, nëse je në mosfalje, je në mish dhe në botë. Kjo do të thotë se ke bërë një zgjedhje për ta bërë botën. Dhe mishi, Zoti yt, më shumë se Zoti, përmes Jezusit. Dhe kjo është idhujtari. Është një mëkat. Dhe do të ndaj nga Zoti, nga hiri dhe nga përjetësia në qiell. Nëse fal, si një besimtar, je në shpirt dhe je në Jezus. Dhe nëse je në Jezus, atëherë ke besuar dhe nderuar Jezusin si Zot. Merrni parasysh shkrimin e mëposhtëm në lidhje me çështjen e botës dhe mishit përballë Jezusit dhe shpirtit, dhe si ato janë të kundërta me njëra tjetrën. Siç është shkruar. Jetoni sipas shpirtit, them, dhe mos e kënaqni dëshirën e mishit. Sepse ajo që dëshiron mishi është e kundërt me shpirtin, dhe ajo që dëshiron shpirti është e kundërt me mishin. Sepse këto janë të kundërta me njëra tjetrën për të penguar të bësh atë që do.
Në kontrast, fryti i shpirtit është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirësia, bujaria, besnikëria, butësia dhe vetë kontrolli. Nuk ka ligj kundër gjërave të tilla. Dhe ata që i përkasin Krishtit Jezus kanë kryqëzuar mishin me pasionet dhe dëshirat e tij. Galatas 5, merrni parasysh të mëposhtmen. Mosfalja është një mëkat vdekjeprurës. Në kishën katolike dhe ortodokse, ajo ndalon hirin e Zotit për të dëgjuar lutjen. Ajo është e rrënjosur në krenari, siç është shkruar. Krenaria shkon para shkatërimit. Fjalët e urta 16-18, siç është shkruar, sepse nëse ju falni të tjerëve gabimet e tyre, ati juaj qiellor do t'ju fal edhe juve. Por nëse nuk i falni të tjerëve, as ati juaj nuk do t'ju fal shkeljet tuaja. Mateu 6:14-15. Ky është një mesazh i vështirë për ata që janë abuzuar, neglizhuar, shkatëruar, dhe ata që ju dhanë për kujdesjes së tyre. Përgjegjësia e tyre. Por nuk është për ata që ti e bën këtë gjë për t'i falur. Ti e bën këtë për veten tënde, për të shpëtuar shpirtin tënd, pavarësisht se kush të ka lënduar. Siç mund të përfundoj dhimbja e atyre që nuk u interesuan. Nuk të mbrojti. Tani është mundësia jote për të mbrojtur veten. Mbrohu duke ju dorëzuar Zotit të gjallë, Jezus Krishtit, të cilit i është dhënë çdo fuqi dhe autoritet nën Zotin. Mateu 20:28-18. Ti nuk fal për personin që të ka lënduar. Ti e bën këtë për shpëtimin tënd, sepse nëse nuk e bën, do ta nënshtroni shpirtin tënd në damnim të përjetshëm dhe do të ndahesh nga Zoti në përjetësi. Siç është shkruar, merrni parasysh fjalën e mëposhtme të Zotit. Të dashur, kur mos u hakmerrni, por lërini vend zemërimit të Zotit. Sepse është shkruar, hakmarrja është të mia, do t'i kthej, thot Zoti. Merrni parasysh sa vijon. Të falësh ata që të kanë lënduar. Nuk do të thotë që personi që të abuzoj është i lirë ta bëjë përsëri këtë abuzim. Ju ke të drejtë të vendosësh kufi për ata që të lëndojnë duke mbrojtur mirëqenien tënde. Dhe kjo nuk duhet të ngatërohet me mosfaljen ose hakmarrjen, por një drejtim të vetëmbrojtjes duke vendosur kufi që mund të përfshin ose jo ata. Ky person në jetën tënde. Vendosja e kufive të përshtatshëm për njerëzit që nuk pendohen. Dhe ose përsëritësit e abuzimit mund të përfshin kufi që i përjashtojnë ata nga kontakti ose asociimi në çdo mënyrë. Mënyra për të mbrojtur shëndetin tënd mendor, emocional, fizik dhe ose shpirtëror. Mos u ndje fajtor nëse ndihesh më i sigurt duke vendosur këto kufi për të mbrojtur veten, por bëje këtë nëse të bën të ndihesh i sigurt dhe i mbrojtur. Është e rëndësishme të kuptosh se falja të liron nga përgjegjësia. Për gjithçka që ndodhi. Kjo do ta liroj traumën të Zotit përmes Jezusit si Zot për të çliruar nga roli yt si shpëtimtar i vetes. Që është një formë idhujtarie. Nëse ndihesh se duhet të mbash dik në gjykim dhe mosfalje, kjo është një mëkat i rëndë që do të të ndalojë nga hiri i Zotit dhe do të të lërë të hapur për shtypje shpirtërore, dhe shpirti yt do të ketë probleme të vuajë në damnim të përjetshëm. Nëse do të vdiste në këtë vend, mos lejo që kjo të ndodhë me ty. Përjetësia është për herë. Mbro shpirtin tënd. Fali abuzuesin tënd. Lutju për ta dhe qetësohu për ta. Por mos e vendos veten në rrezik. Të përsëritësve të abuzimeve që nuk kanë interes për pendes ose për ndryshim, ose të lënë në frikë ose në rrezik. Lëre gjithë ndëshkimin dhe fuqinë të Zotit përmes Jezus Krishtit si shpëtimtar. Sepse ne e dim atë që tha, ndëshkimi është i imi, unë do të shpërblej. Dhe përsëri, Zoti do të gjykojë popullin e tij.
është një gjë e frikshme të biesh në duart të Zotit të gjallë. Hebrejnë 10:26-31. Merrni parasysh sa vjen siç është shkruar. Të lumtur janë ata që i është falur shkelja, që mëkati i tyre është mbuluar. Psalmi 32:1. Siç është shkruar, merrni parasysh sa vjen. Lutuni kështu aty në qiell, shenjtërohet emri yt, le të vijë mbretëria jote, le të bëhet vullneti yt në tokë, ashtu siç është në qiell. Na jep sot bukën tonë të përditshme dhe na fal borxhet tona, siç edhe ne i kemi falur borxhlinjtë tanë. Dhe mos na çoni në kohën e provës, por na shpëton nga i keqi. Ashtu siç është shkruar, merrni parasysh, sepse nëse ju i falni të tjerëve shkeljet e tyre, ati yt qiellor do të falë gjithashtu. Por nëse nuk i falni të tjerët, as ati juaj nuk do t'ju falë shkeljet tuaja. Mateu 6:14-15. Merrni parasysh fjalën e Zotit në lidhje me shpërblimin e Zotit ndaj atyre që abuzojnë, sepse ti do t'u shpërblesh të gjithëve sipas veprave të tyre. Psalmi 62. Për më tepër, merrni parasysh fjalën e Zotit ashtu siç është shkruar, sepse me të vërtetë është e drejtë nga Zoti të shpërblesh me vuajtje ata që të vuajnë, dhe t'u japësh lehtësim të vuajturve, ashtu si edhe ne. Kur Zoti Jezus zbulohet nga qielli me engjëjt e tij të fuqishëm në zjarr të flakës, duke i ndëshkuar ata që nuk e njohin Zotin. Dhe për ata që nuk i binden ungjillit të Zotit ton Jezus, këta do të vuajnë dënimin e shkatërimit të përjetshëm, të ndarë nga prania e Zotit dhe nga lavdia e fuqisë së tij. 2 Thesalonikasve 1:6-12. Sa herë që qëndroni duke u lutur, falni. Nëse keni diçka kundër dikujt, që ati juaj në qiell të ju falë edhe juve shkeljet tuaja. Marku 11:25. Bëni mëshirë, ashtu siç ati juaj është mëshirë. Luka 6:36. Bëni mirë atyre që ju përndjekin, mos i mallkoni ata. Lutuni që Zoti t'i bekojë ata. Roma 12:14. Mos gjykoni dhe nuk do të gjykoheni. Mos e dëno dhe nuk do të dënohesh. Fali dhe do të falesh. Jepni dhe do t'ju jepet. Një masë e mirë, e shtypur, e tundur do të derdhet mbi ju, sepse masa që jepni do të jetë masa që do të merrni. Luka 6:37-38. Shpresojmë që e keni shijuar këtë mesazh. Ju ftojmë të pëlqeni dhe të ndiqni kanalin ton për të marrë postimet e ardhshme të videove. Bekohet udhëtimi juaj.